Po ajo që ndodhi sot është të kujton atë kur ishim të vegjël që lozim luftrash. Po. Pra është e njëjta gjë, me atë që ndodhi si me goditjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj Iranit, pasi është parë që jo vetëm disa orë përpara, por edhe disa ditë përpara, që 2 ditë përpara iranianët kanë lëvizur të gjithë sasinë e uraniumit që ndodhi në Fordo, në bazën kryesore të përpunimit të uraniumit, edhe centrifugat për aty. Edhe ajo goditje e Shtetit Bashkuar të Amerikës është njoftuar 3 orë përpara, pra autoritetet iraniane janë njoftuar 3 orë përpara që të goditeshin nga autoritetet amerikane. Nëpërmjet të tretëve, pa jo direkt, s'ka pasur njoftim direkt, por nëpërmjet të tretëve edhe kësaj radhe iranianët kanë njoftuar sërish Katarin, pra çfarë doli ministri i jashtëm i Katarit thoshte që na njoftuan 2 orë përpara goditjes që Irani do sulmonte bazën amerikane të Al Udeidas. Bahreini. Jo, për momentin është sulmuar vetëm baza amerikane e Al Udeidas në Katar, jo nuk është sulmuar asnjë bazë tjetër amerikane në rajon. Prandaj them duket si një lojë luftash. Njoftimit i Kamerojtës të fundit, ëh, domethënë me atë. Po, është dhënë alarmi në të tërë bazë, është dhënë alarmi, por për momentin vetëm kjo bazë është sulmuar. Pra ti mendon je i mendimit që kjo është një sulm i paremruar. Po, për arsye se baza vetëm që ishte boshatisur para 2 javësh, pra kryesisht ishte boshatisur para 2 javësh, po edhe tashmë ato që kanë mbetur, pra personeli i bazës, pra u lajmërua 2 orë përpara dhe nuk ka është e njëjta gjë që ndodhi në vitin 2020 në rast se mbani mend kur Shteti Bashkuar të Amerikës sulmuan dhe vranë Qasem Sulejmanin. Edhe Irani u përgjigj duke sulmuar 2 baza amerikane në Irak, por ato duke njoftuar 2 orë përpara, pra nuk është, pra është e njëjta gjë. Prandaj them që jemi në atë aspektin, hajde lozim luftrash.